Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 23 vjeçe dhe gjithmonë kam qenë e kujdesshme për partnerin tim. Kam për çdo gjë që ta kënaq, ta bëj të ndihet i rëndësishëm dhe për të ruajtur marrëdhënien tonë. Në fillim gjithçka dukej perfekte. Unë e doja, ai më donte dhe çdo gjë rretulloi rreth lumturisë dhe eksperimentimit së bashku. Por vitet e fundit gjithçka ndryshoi. Unë kam shtuar rreth 20 kg. Trupi im ka ndryshuar, gjoksi më është varur dhe kjo gjë nuk i ka shpëtuar vëmendjes së tij. Filluan komentet e vogla, pastaj të drejtë për drejta dhe ofenduese. Dukesh keq, më thoshte, dhe unë ndihesha e vogël dhe e pavlerë. Nuk ishte se nuk e doja më, por ndihesha se dashuria e tij ishte varur nga pamja ime. Fillova të shmang çdo pasqyrë, çdo foto, çdo veshje që mund të më tregonte ndryshimin në trupin tim. Por asnjë gjë nuk e mjaftonte për të. Në çdo darkë, në çdo shëtitje, komentet më bënin të ndihesha e pafuqishme dhe e turpëruar. Pas shumë netësh të qara dhe mendime të trazuara, vendosa se nuk mund të vazhdoja më kështu. Nuk ishte e thjeshtë, nuk ishte për mua, por për marrëdhënien tonë, për dashurinë që unë mendoja se ne kishim, e cila po kërcënohej nga diçka kaq e dukshme. U konsultova me kirurgun, shpjegova çdo gjë, ndjenjat e mia, presionin që ndjeja nga partneri dhe dëshirën për një zgjidhje. Ai më dëgjoi me qetësi dhe më shpjegoi procedurën, rreziqet dhe kohën e rikuperimit. Ndërsa dilja nga zyra e tij me një frikë të madhe që më përshkroi, por gjithashtu ndjeja një vendosmëri që nuk e kisha më parë. Ditët pas operacionit ishin të vështira. Dhimbja, lodhja dhe ndjenja e turpit për atë që kisha bërë më mundonin çdo çast. Por çdo herë që shikoja partnerin tim dhe ndjeja lehtësimin e tij, një lloj qetësie më pushtonte. Ai nuk e thoshte, por sytë e tij tregonin mirënjohje dhe ndjesha sikur ja kisha dhuruar diçka që nuk mund ta blija me asgjë tjetër. Në javët që pasuan, ndryshimet nuk ishin vetëm fizike. Unë fillova të ndihesha më e lirë, më e sigurt dhe më e fuqishme. Kuptova se marrëdhëniet kërkojnë kompromis, sakrifica dhe durim, por mësova edhe një gjë tjetër të rëndësishme. Dashuria nuk duhet kurrë të na bëjë të harrojmë respektin për trupin ton. Çdo sakrificë e madhe ka një kosto që duhet të kuptohet dhe pranohet. Sot kur shoh pas, kuptoj se hoqa gushën, jo sepse e dëshiroja, por sepse dashuria shpesh na çon në vendime që ne nuk i kemi menduar më parë. Ishte një eksperiencë e dhimbshme, e vështirë dhe emocionale, por më mësoi shumë për veten dhe për atë që do të thotë të duash dikë aq shumë sa të sakrifikosh edhe kur është e dhimbshme. Ndonjëherë mësojmë se dashuria nuk është vetëm për kënaqësi, por edhe për sakrifica dhe për mbushje të pritshme që kërkojnë durim, mirëkuptim dhe një forcë që nuk e dim se e kemi brenda nesh.